Ke qenë pjesë aktive e thuajse çdo proteste që ka pas shoqëria civile dhe më së shumti e iniciuar nga vetë qytetarët për problematika të ndryshme. Edhe në këtë protestë nuk ishte si të ndodhte ndryshe pa qenë edhe jo. Si ju duket fryma e protestës, duke e krahasuar edhe me protesta të tjera, qoftë edhe për shkak të kaosës ose tematikës së ndjekur? Në rast të parë, në fillim edhe pa dashur për të thënë unë kam qenë si sekretare që në 2015 kundër një ligjit ngjashëm, që është ligji i investimeve strategjike dhe ndaj nuk mund të mungoja, sepse është shumë të rëndësishme problemin e dhënies së asaj publike, pa një konfliktim apo zhvillime agresive dhe abuzive. Për sa i përket protestës, protesta është ajo ka ne kemi shpresuar për 10-13 vite të fundit. Mund të them që është një lëvizje e njerëzve të tjerë. Është një lëvizje e njerëzve të zgjodhur nga gjitha llojet e abuzimeve. Do të pasim një moment tani që historinë e kaluar që u dënua një qytetar pasi më shkaku në dritë dielli, domethënë puterna e gota, po është qartë që është një zemërim dhe një indignatë akumuluar. Dhe është një proces që nuk ka një organizim formal, nuk ka një kohë, nuk ka nevojë për një strategji shumë të madhe, sepse njerëzit ndjekin sulmën. Kjo është një proces që ndjen të cili dhe është prezent aty të dëshiron, sepse jemi të bashkuar në objektivin dhe qëllimin dhe arsyet se kemi dalë aty. Që për mua është që ta është nga të procesat për cilat unë kam shpresuar. Unë si profesioniste e kam ndjekur ligjin pak më herët, politikat e kam ditur që në momentin që u shkrua ligji ai i fundit për mbrojtjen e zonat e mbrojtura, e kuptoja se për çfarë lloj abuzime do të hapte vend ai ligj. Por disa njerëz të thjeshtë kanë nevojë për ndoshta një përvojë pak më të prekshme, siç ishte lloji i dhunës, siç ishte mungesa e hapur e transparencës, siç ishte vendosja e një rrethimi ku nuk pas ka asnjë projekt, nuk pas ka asnjë plan, nuk pas ka asnjë leje. Njeriu i thjeshtë ka nevojë ndoshta për pikërisht praktikoj abuzimin në fundit fare. Eksperienca e secilit nga protest ndoshta është pak e ndryshme, por them që kemi arritur kemi prekur fundit në indignatën tonë dhe në gjitha abuzimeve dhe arrogancës dhe mungesës transparencës të gjithë këto vite. Në fakt, Rezerta, a mos ndoshta kjo e nxit edhe më shumë frymën e protestës, ku sot futemi në ditën e 5 të saj, dhe nga protesta në protest paktën nga këndvështrimi im si gazetare dhe si qytetare, janë shtuar në numra qytetarët që zgjedhin të lënë pasditën apo punët që kanë apo dhe familjen apo të dalin me ta dhe të shkojnë në shesh. Po na nxit edhe më shumti këto deklaratat her pas here, qoftë nga zyrtarët më të lartë të qeverisë shqiptare, por qoftë edhe nga një lloj mungese e theksuar transparente për këtë projekt? Unë mendoj se dy janë motorët kryesorë që e kanë ndikur. Një është fakti që si proces qytetare dhe jo partike, dhe qytetarët tashmë nuk i besojnë më establishmentit politik në Shqipëri. E kam thënë edhe në deklaratat të mprapshme, shqiptarët duan një ndryshim real. Këtë ndryshim nuk e shtojnë te partitë politike, përkundër i shikojnë ato si kontrapedal, ato punojnë kundër ndryshimeve demokratike, kundër mirëqeverisjes në këtë vend. Dhe fakti që nuk ka patur një përfshirje, jo vetëm nuk ka patur një përfshirje, por ka patur qëndrime pro projektit, të projektit që nuk e njohim, të projektit që duket që është qartë dhe abuziv, në toka ku ka konflikte pronësie dhe për cilat pas ka disa hetime, dhe ku dyshohet për përvetësim, për këtë projektin që nuk e di me ekziston, a nuk ekziston, për këtë investimin që nuk e di nga vjen bëhet nga kompani guatka brenda kompani mafioshka të thuhet. Edhe e gjitha kjo ka ndikuar që më në fund qytetarët të shohin qartë klasën politike, janë bashkë këta.
gjithë stabilishmenti politik është bashkë dhe është mirë për mendimin tim që është bashkë, sepse kjo i shtyn edhe më tej shqiptarët që të dalin në protestë. Sepse kuptojnë që është një sistem i tërë politik që është ngritur dhe që ekziston në simbioz me njëri tjetrin. Partitë më të mëdha politike janë bashkë këtu, qëndrimet e provuan. Dhe nga ana tjetër, shpesh herë kanë tentuar qytetarët të bëjnë protesta të lira dhe të pastra në thelbin e tyre, por nuk kanë arritur dot t'i mbajnë duart e partive qofshin këto të vogla apo të mëdha opozitare larg frymës së protestës. Dhe me të ardhur fryma e re partijake duket sikur e ka zhbër protestën, e ka njollosur në një farë kuptimi, deri në të kurrjen e saj. Si do arrini ju këtë herë? Dhe a do duhet të ketë një përfaqësues, një organizator, një kokë kjo protestë? Si që tash nëna ka ndihmuar fakti që këtu rrështimi i partive që mund ta njollosin ka qenë totalisht kundër protestës. Përkundrazi janë të njëjtë si qeveria dhe partia më e madhe opozitore, që po prishin ta njollosin. Dhe ti e kupton që je i sigurt nga ajo anë. Nuk ka për të ngacmuar dikush. Po sigurisht që ka rreziqe të tjera. Unë jam e lumtur që grupimet janë aq diverse. Tash pothuajse është sunta. Tash pothuajse e pamundur të kapësh njërin dhe të kapësh protestë. Sepse asnjëri nuk e dominon protestën. Asnjëri nuk vendos për këtë protestë. Dhe kjo është ajo që na jep ne siguri dhe mendoj se kjo i jep dhe qytetarëve siguri. Sepse shikojnë, unë vajta dje te kopshti i gotës time dhe prindrit dhe mësuesit atje po diskutojnë se kishin qenë në protestë. Unë këtë nuk e kam parë më herë. Jemi në një pikë vetë arsyeja e dytë procesit të protestës është që këtu është qarë pak blokade e mediave tradicionale, cilat përgjithsi i kanë shërbyer dhe kanë mbështetur linjën qeveritare. Dhe këtu tani lajmi vjen nga rrjetet sociale dhe lajmi janë influencuesi, unë jam e lumtur që më në fund edhe ata kanë arritur që të fikojnë se çfarë ndodh në këtë vend, dhe ta shfrytëzojnë pak influencën nga rritjen e tyre në të mirë të një kauze publike. Mendoj që kjo do ta bëj edhe në terma padrejtë do ta bëj shumë mirë. Por kjo është arsyeja e dytë që qytetarët nuk varen më nga media tradicionale, varen nga rrjetet dhe rrjetet janë demokratike. E kuptoj. Kjo mendoj që ka ndikuar dhe do vazhdoj të ndikoj dhe ne do jemi edhe më shumë, jemi qenë më shumë dhe mendoj se do rritemi edhe më shumë. Si ju duken thirrjet e kryeministrit Rama për të mbledhur një përfaqësi dhe për të diskutuar me ta se çfarë ai nuk ka ende një projekt sikurse ka deklaruar, por po, e kuptoj. Kjo është një përpjekje për të marrë në kontroll narrativën, për të marrë situatën në kontroll. Nuk i duhet të merret të gjitha ata njerëz në shtet. 20 vet, ndoshta të rastësishëm, ndoshta jo. Janë të më të lehtë për të manipuluar edhe publikisht, si mesazh publik. Kështu që përpjekja është e qartë. Është gjithmonë e qartë dhe mendoj se edhe një paralele mes protestën e studentëve u ndoshte një ta strategji, u shty domethënë që kishte një përfaqësi që pastaj të mund të merrejnë në brenda dhe të shbajnë protestë. O të paktën të kanalizojnë në debate të tjera, a janë ta përfaqësues të protestës, a janë të qitur, a do ta shesin, do ta shesin. Ka një mundësi për të mbjellë kaos aty. Po të ketë një grup përfaqësues të zgjedhur kështu shpejt. Nga ana tjetër, si janë dukur këto deklaratat e Ivanka Trump, që flet për jeshullen e saj privat, njëjtë sikurse do fliste çdo investitor, sidomos në nivelit të saj, dhe të kryeministrit Rama, që deklaroi mbrëm në CNN se nuk kishte dhënë një jeshull privat për familjen Trump. Kjo është pjesë e gjithë paqartësisë që ekziston rreth mënyrën se si u ngjit projekti, negociatat rreth këtij projekti, në çfarë pike është ky projekt, ç'është i përfshirë në këtë projekt. Sepse unë me sa kam përmenduar, arrit të kuptoj që Ivanka Trump dhe Jared Kushner janë praktikisht disa konsulentë shumë të shtrenjtë, shumë prestigjioz, të investitorëve nga Katari. Dhe ndoshta do ta marrin atë pagesën e tyre të përbimit, por edhe në formë aksione, por nuk janë ata që do të bëjnë investimin e madh, janë ata të cilët do të rreshin ndoshta investitorë të tjerë, se kjo ka qenë përpjekja. Edhe në këtë kuadër unë shikoj atë intervistë që është pak më e vjetër se ç'të mendohet. Edhe madje edhe deklaratën e Jared Kushner pak më herët, që
ky është një ishull privat, madhështor, është ndoshta një tentativë që nuk mund të them që unë kam informacionin në plot, po me aq sa mundem të përcaktojnë nga dokumente. Që nuk janë të përfshirë në mënyrë direkte. Po kjo ka, për të pikë për ne, protestuesit ka pak rëndësi. Më të kush është investitor i real. Sepse ne kemi një problem shumë të madh. Kemi projekt që sugjestionon një zhvillim shumë agresiv të një zone të mbrojtur. Ky është problemi me ligjin me amenduar të zonave të mbrojtura. Kemi një problem se kemi filluar punimet atje ende pa patur rrjedhje, pa patur projekt të shtot kryeministri. Nuk kemi transparent, nuk jemi të përfshirë, banorët atje nuk janë konsultuar, për mirë publiku i shqiptar, pavarësisht se ky trumpetohet se është një nga investimet më madhore për qytetin, do na pret gjithë ne. Do ketë përfitime për gjithë ne, por ne nuk lejohemi që të konsultohemi si ndodh, dhe siç kërkojnë konventet në kombëtare, ne përfshihemi në të rrethoni fjalën tonë për projekte të tilla. A ishte kjo pika që derdhi gotën përsa i përket qeverisjes 12 vjeçare të Edi Ramës për të nxjerrë në shesh pikërisht këtë nivel intelektual, është edhe figurash të njohura qoftë nga shoqëria civile apo nga profilet dhe profesionet e tyre? Mendoj që po. Mendoj që më në fund njerëz të cilët ndoshta nuk e kanë në punën e tyre të përditshme apo në profesionin e qëndrimin e politikave publike, po arrin më në fund të shohin pasojat e abuzimit, apo arrin të perceptojë që ka një abuzim, ka një përpjekje për të dëmtuar banorët aty duke u vjedhur tokat, duke mbështetur kriminalin, sepse investigimet deri tani për këtë flasin, duke mbështetur mënyra të konceptuarit të projekteve në rrogos dhe larg styrit të publikut. Mendoj që kur e kupton njeriu i thjeshtë që është larg politikës në përditshmëri, atëherë po, është derdhur gota. Ndoshta ai akti që ishte tërheqja zjarri, një protestuesi, ishte manifestimi i gjithë abuzimit, dhe i bëri që të gjithë që ta shikojnë në ty, dhe literalisht u derdhë gota, po të gjitha këto janë faktorë kontribues. Ka një frikë ndaj mbase prodhohet edhe kjo lloj propagande që kjo pikë vlimi mund edhe të arrëzoj qeverinë Rama, por jo domosdoshmërisht vetëm Zvërnecja apo Sazani, pasi duket se ka një akumulim të shtuar të 12 viteve dhe është fiksi një lloj marrëdhënie kur i nafi cinaf. A mund të rrozohet kryeministri? Sigurisht. Sepse kur kryeministri thotë shikohu cilat do jenë benefitet e këtij projekti që nuk ekziston akoma dhe mos më flisni për këtë projekt. Ne shikojmë se cilat kanë qenë benefitet e projekteve të ngjashme që janë implementuar, në krahasim me benefitet që ato kanë sjellë për vendin, për qytetarët, për banorët, po flasim për sektorin turistik, duhet patjetër të përfitoj pak banorët e këtyre zonave, që ka qenë të investuar në terma gjatë, ndryshe ky sektor nuk ka sukses. Kur e shikon në këtë aspekt, e kupton që nuk është vetëm një çështje, është pikërisht akumulimi, por ato çështje që ne nuk kemi reaguar masivisht, por kemi shpresuar që të materializohet ky benefit. Unë po të përmend vetëm njërin. Veçanse për projektin në fjalë u tha që do të hapen 10.000 vende pune, për portin e Durrësit u tha që në fazën e punimeve do të hapen 2.500 vende pune dhe janë vetëm 49 vende pune që janë hapur. Banorët e atyre zonave e din shumë mirë se e kanë dhënë në deputet që ata nuk kanë. Dhe vetë kryeministri madje i ofendoi të gjithë ata që mund të janë supermarë të rrullime dhe i quajti lihaj, se janë të paaftë të bëhen pjesë e këtyre investimeve shumë të mëdha. Dhe është e nevojshme që të merren investitor me kompani guas, të cilët ne nuk mund t'i njohim dhe nuk mund t'i shpëtojmë, sepse banorët vetë janë të paaftë, nuk duhet të përfitojnë. Dhe ky është modeli që refuzohet këtu. E kemi parë, i kemi dhënë kryeministrit, sado që kanë qenë edhe ato projekte me pak transparencë dhe as pak konsultim dhe me abuzime me pronësinë e tokave të njerëzve të thjeshtë, sepse duhet të rikujtoj këtu vetëm argumente të leja me kadastrën e Vlorës, për çfarë u bën Limar dhe Palas.
ka lënë pasoja te pikërisht këta banorë. Që jo nuk është kundër ligjit të investimeve strategjike dhe pasojat të LAI, është kundër paketës të maleve që duket iniciativë i njëjtit ligj. Jemi kundër investimeve si te porti i Durrësit, ku një nga aspektet tona më të mëdha kemi një port që është mijëra vjeçar, ka edhe histori, por vetë ka një rëndësi strategjike për vendin tonë, po kthehet në një investim të rëndom. I kemi parë dhe i kemi dëgjuar lajmet për çfarë ka ndodhur me portin e Durrësit, që është një investim për përmend se është të njëjtës madhësi dhe të njëjtës rëndësi dhe të investitorëve prestigjioz. Dhe në fakt ajo që ka ndodhur është që ata po përpiqen tani ta shpresin këto projekti në kontraktorë venda, të cilët investojnë minimalisht, kanë vajtur atje, edhe duke qenë se bëjnë investime me kosto minimale, kemi parë që ka rënë niveli i bazës ndërtimeve. Dhe tani ata duhet të hedhin para të tjera dhe ky është bërë një investim që asnjëherë nuk do të shkaprek dhe nuk e din fatin. Po kështu kanë qenë pak a shumë edhe investimet e tjera. Nuk ka një investim që është i qartë në fazën e konceptimit, po mbi të gjitha përfitime. Minimalisht, ne ta ndjejmë që ka një peshë në ekonominë tonë, komunitetet lokale përfitojnë, frymëzohen investitorët e huaj të tjerë. Po jo, në fakt skemat janë të tilla që emrat janë të huaj dhe faktikisht investitorët janë të dyshuarit e zakonshëm. Ka dhe një lloj paradoksi, Rezarta, thuhet shpesh që nuk duhet jemi kundra zhvillimit, sidomos atij turistik, dhe kur bëhet fjalë për shifra të tilla, miliarda euro, që mund t'i përthithesh shumë mirë Greqia apo Kroacia, pra vende të Ballkanit që janë të jetura për investime. Por nga ana tjetër, këto investime, shtresa normale, qoftë edhe ajo mesatar, nuk mund t'i shijoj apo t'i preki dot në momentin që do të zhvillohen. Çfarë impakti në të kundërt sjellin këta? Shiko, këtu bëhet fjalë për jo kundër zhvillimit, por për modelin e zhvillimit që ne do të kemi. Dhe patjetër që çdo vend lakmuar me investime shumë të mëdha, prestigjioze, edhe një farë turizmi luksoz. Nuk jemi kundër kësaj. Por duhet i përshtatesh zonës, duhet të përfitojnë banorët. Këto janë modelet e të poshme që ne kemi deri. Duhet të përfitojnë banorët, duhet të ruhet integriteti i zonës, sepse bëhet fjalë për zona të mbrojtura, peizazhe të rralla, ekosisteme që nuk kanë rëndësi vetëm për ne, po janë trashëgimi gati energjimi dhe këto ruhen me fanatizëm. Dhe ne kemi edhe një përfshirje të organizatave europiane dhe një advokim që thon për te shqipërisë. Është çështja pikërisht e modelit. Dhe modeli që është ndjedhur këtu, modeli i betonit. Ne ashtën më vërtet që do kemi struktura turistike luksoze dhe ne kemi parë që janë ndërtuar fshatra të tërë gjatë, të cilët janë shitur, investitori ka marrë lekë, ka futur në xhep, ka paguar taksa minimale dhe punëtonca kamarierë aty nga turistët. Ky nuk mund të jetë modeli tonë. Dhe kjo besoj se është bërë e qartë për këtë. Po ndërtohet kudo. Së fundmi, para pak ditësh, ne si media gjithashtu e kemi nxjerrë si informacion, që kanë shkuar ekskavatorët edhe në Gjipe, një gjip shumë natyral, shumë mirëgjër, të cilën do të ndërtohet mbi kanjon me pretendimin se nuk do të preket plazhi publik, por madomendja, si ti dhe unë, nuk e mendojmë kësaj. Çfarë po ndodh në këto zona? Historia flet në të kundërt. Historia flet që studimi është pikërisht frymëzimi i atyre plazheve i bukurive, monetizimi i tyre ekstrem. Përjashtimi i njerëzve të tjerë që ndoshta dëshirojnë që të kenë akses ose të kenë lehtësira në akses në këto asete publike. Unë mendoj që tjetë e vetë që këtu të ndërtohet gjithandej, dhe është të qartë për këto. Do të ndërtohet me paketë e maleve, mendoj që sulmimi kryesor është që të ndërtohet Thesi dhe Alpe, sepse ato janë një pasuri tjetër rejona,
kanë probleme se nuk u japin pronësi banorë, ka probleme të zakonshme të pronësisë. Po imagjino që atje banorët kanë qenë të izoluar për kaq shumë kohë në mungesë të plot shërbime dhe nuk mund të shfrytëzojnë dhe nuk mund të përfitojnë nga projekte të tyre. Nuk mund të jenë ata që të negociojnë me investitorë potencial. Nuk mund të jenë ata që t'i japin edhe një farë karakteri tradicional ose të ruajnë një karakter tradicional, që zonë nuk janë për kundër hyrjes së shtetit, që shteti të imponoj ruajtjen e integritetit të zonës. Këtu shteti bën të kundër. Ua mohon banorëve që kanë qenë atje dhe është mëkat në rastin e shtetit, që ata banorë kanë jetuar të shkëputur nga pjesa tjetër e vendit për kaq shumë kohë. Brez pa brezi kanë jetuar në tokat e tyre dhe të viti ku tjetër dhe t'ua marrë me €1 dhe duke aplikuar në një portal. Kjo është çmenduri. Po që absolutisht unë mendoj që çdo aspekt i këtij vendi është targetuar. Ne kemi parë në Butrinë, në zonën e Fukitit. Është prekur. Nuk mendoj se është e nevojshme tani që të argumentohet. Argumentet janë diktuar vetë këtu. Nëse unë dhe disa të tjerë 11 vjet më parë, kemi parë lajmëruar këtë, tani jemi te faza e patojtë. Pse po duhet që ka një frymë shumë propagandistike për të trajtuar këtë protestë të sotmen si diçka që vjen nga armiqt, nga konkurenca për turizmin elitar, nga grekët, nga argjinatura ruse, do më thënë lloj-lloj teorish që, një qytetar i thjesht që përpiqet të bëjë punën e tij çdo ditë, edhe mund t'i besoja në një farë kuptimi. Në rast të parë, në qoftë se ne na ka marrë një vend fshinj armi protestën më të madhe, qeveria duhet ikë, që nuk garanton dot sigurinë e këtij vendi. Ata duhet dalin dhe duhet të thonë çfarë prova kanë, kush janë personat e përfshirë, kush është kompromituar, cilat janë transaksionet. Nuk kanë duhet të thuaj që kemi një shtetëtor i cili po na bën luftë hibride. Kjo është një strategji komunikimi për të kontrolluar dëmin, duke u përpjekur që të bindet kush mund të bindet, që të mund të mbillet një farë përçarje, që të mund të mbillet një farë dyshim. Tani, a kam një interes Greqia sa do të thonë mund ta kenë. Po unë të besoj që gjithë këta njerëzit qetë janë blerë nga Greqia, duhet naivitet i madh, ose duhet kesh një interes prekshëm që të radhitesh me qeverinë të thoshë. Po është qartë një strategji për të kundërvënë protestën, për ta delegitimuar. A shikon një lloj inferioriteti të kryeministrit Rama, por dhe të qeverisë për t'i dhënë përgjigje një projekti që në mes duhet thënë është vajza dhe dhëndri i presidentit Trump? Mendoj se ai është në presion nga jashtëzakonisht simpal, padyshim, duke parë në një aspekt pak më profesional, unë arriti t'i dalloj të gjitha ato stresat e mundshme të presionit. Nga një anë protesta, nga ana tjetër është presioni i bashkimit evropian, janë organizatat europiane ekologjike, janë organizatat vendese, nga ana tjetër janë organizatat mediatike prestigjioze ndërkombëtare, të cilat lakojnë emrin e vajzës dhe dhëndrit të presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, që do të thotë ky është një problem politik tani për njeriu më të fuqishëm të botës. Patjetër që ai është në një presion të jashtëzakonshëm. Dhe kjo është arsye që ai nuk i kënaq dot palë, dhe ndoshta ne jemi edhe shqetësimi i tij i fundit. Por në afat gjatë ne jemi problemi kryesor, sepse ne jemi ata që e legjitimojmë ose e delegitimojmë këtë qeveri. Dhe personalisht patjetër, nëse kryeministri më thotë mua që unë nuk trishem nga ky projekt, patjetër që unë automatikisht, edhe nëse nuk jam e predispozuar normalisht, për ky kryeministër duhet iqi. Mendon se do shkohet deri këtu? Se në një farë kuptimi ai mendoj se ka një potencial të madh të shkojë edhe aty. Ka një potencial të madh të shkojë edhe aty. Sepse po kuptohet që nuk ka një vullnet të qeverisë për të bërë mbrapa, për të dhënë shpjegime të duhura, për të marrë përgjegjësi pastaj.
Dhe për të bërë mbrapa e ka fjalën në terma ligjor, për të kuptuar, domethënë që ky nuk është modeli i zhvillimit. Dhe nuk ka përgjigje që ai mund të japë në momentin që ka lejuar atje që të shkon edhe të ndërtohet të rrethohet zona. Dhe pastaj bëri se të ndërtohet asnjë lloj gjëje, në këtë politesh atje të një javë. Ajo është skandal i madh në vetë. Dhe nuk e zhbën dot. Po kjo këmbgulja në forcia automatikisht në çdo proteste do të thotë që ai do t'ia dorësh. Rizarda, mos ndoshta e kemi mësuar dhe ne si popull pak keq këtë qeveri apo tjetrën, nuk ka rëndësi ngjyra politike që përfaqësojnë zyrtarët e lartë që na le të themi menaxhojnë gjatë kohës që fitojnë ato vota. Por këtë konceptin e mos llogaridhënies dhe ata vijojnë të bëjnë retorikën e tyre publike, politike për projekte të ndryshme që janë ndërtuar ose duke u ndërtuar anë e kënd Shqipërisë, sidomos në jug, se malet ende si kemi prekur, për të mos na dhënë llogari, për të mos bërë transparencë, për të mos thënë ky projekt është i tillë dhe do të ketë këtë shkak dhe pasojë. Sigurisht që çdo projekt që ata kanë arritur ta implementojnë, pa një përballje me qytetarin, pa një llogaridhënie, ka qenë një marrje zemër që vazhdojnë të bëjnë pibitin gjë, dhe ndoshta kanë hasur edhe fundësi ku kanë arritur të menaxhojnë, sepse në fundit janë në mandatin e tretë dhe kanë të gjitha mjetet e pushtetit për ta bërë këtë gjë. Po është e qartë që diçka ka ndryshuar këtu. Përfshi hetimet e spakut, përfshin ndërgjegjësimin e të rinjve mbi qeveritë dhe klasën politike në përgjithësi. Të gjitha këto kanë bërë pjesën e tyre që këta të mendojnë se mund t'i shpëtojnë pandueshmërinë, ja se do t'ja hedhin edhe këtë rast. Po faktikisht këto akumulohen dhe ndonjëherë vonë, po më mirë vonë se kur, vijnë pasojat, vjen llogaridhënia. Dhe në një mënyrë ndoshta edhe më radikale, që do të ishte do të reagojë herë të parë. Po opozita si do duket? Zëri i kryetarit të saj, zotit Berisha, duket shumë i mpakur kur bëhet fjalë për oligark, investitor strategjik dhe aq më shumë për atë që thot Rama. Unë kam thënë, jemi një pikë që opozita ka hallin e vet, dhe ndjek hallin e vet. Dhe njerëzit kanë hallin e tyre. Dhe kuptohet që këto nuk mund të bëhen bashkë. Dhe Tajrani është e qartë, unë personalisht jam shumë e lumtur që të vritet çdo lloj iluzioni se kemi një opozicion, nuk është e kopshtuar. Kjo është një opozicion është e kapur me interesa ekonomike. Ata oligarkët mbajnë në këmbë qeverinë, ku mbajnë në këmbë edhe opozicion. Kështu që nuk mund ta lënë këtë lloj sistemi që ka ndërtuar dhe u shërben atyre personalisht, që të shkërmoqen. Dhe ata e kuptojnë, domethënë. Unë nuk mendoj që opozita nuk e kupton se çfarë kërkon populli, qytetari i thjeshtë, për cilat janë problemet e tij, cili është qëndrimi që duhet të mbajë, por nuk mund ta mbajë atë qëndrim. Sepse i duhet të pritë të tëra ato interesa ekonomike, edhe deri diku edhe tribale, sepse këto janë lidhje që janë kultivuar me dekada tash. Dhe ato nuk mund t'i pritin. Ato i mbajnë në pushtet.